Të nderuar vëllezër besimtar, jeta është një dhuratë nga ana e Allahut dhe si e tillë nuk mund dhe nuk duhet dhe nuk meriton të trajtohet sikurse një fjalë që e kemi na rafsha ku rafsha e mos u vrafsha. Që nuk kupton se jeta që Allahu na ka dhënë i ka dhënë një mision, i ka dhënë një qëllim, sikurse po të Allahu në Kur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dhe se unë po të Allahu nuk i krijova as njerëzit dhe as xhinët për diçka tjetër përveç se të më adhurojnë mua. Që nuk kupton se jeta në këtë dunjë është organizuar me një qëllim që ai është me adhuru Allahun. Respektivisht vëllezër besimtar, jeta e njeriu duhet me kon e planifikuar, e respektivisht e ndërtuar me strategji, ku dhe çka po të më arritin në jetë. Nëse kthehemi në histori vllazni, në sirën e Muhamedit alayhis salam, do shohim se Muhamedi alayhis salam ka qenë strateg i thellë, ka përdorur strategji të veçanta, edhe këtë këto çfarë i ka bë për me mujt mi arrit qëllimet dhe ambicet e tij në jetën e vet, në misionin profetik, me nxjerr njerëz prej errësirës në dritë, mi afru tek Allahu dhe mi largu prej atyre që nuk meritojnë të adhurohet. Andaj, e ka përdorur strategjinë, respektivisht planifikimin. Na në çdo instancë, çdo situatë analizon e tina dhe keni me po që me të vërtet ka qenë e tillë. Një shembull konkret. Muhamedi alayhis salam vendosi me bë hijret, me u shpërngul prej Mekës për në Medinë, në kërkim të një toke të bereqetshme, që me përhap misionin e tij fuqishëm, dhe kur vendosi me u largu prej Mekës, cilën rrugë morë për me shku në Medinë, ju me siguri nuk e dini vllazni, mirë po si shembull i jon. Nëse unë i them dikujt që më nis për Prishtinë, edhe dikush do më marr me mëzon rrugës, me më dhon diçka, kam më nis rrugës kryesore. Mirë po me shku rrugës Shalës, që me shku në Podojevë, me shku në Prishtinë. Kështu ka shku Muhamedi alayhis salam. Pse? Se u koni përndjekur pe atyre që s'ka ndasht me lon me shku në Medinë, me pengu shpërndarjen e misionit. Andaj çfarë ka bë? Ka përdor rrugë tjetër, ka nuk i bën kërkosh. Rrugë që është jashtëzakonisht e rrallë. Do pse? Strategu vëllezër besimtar. Ka përdor strategji me qëllim për me arrit ku ato ku do të me arrit te misioni, me arrit ato ku ka pas ambicien, që pra do nalno, vëllezër besimtar, çdo situatë përdorne, analizone të jetës së Muhamedit alayhis salam nuk do shënë diçka tjetër përveç se ambicie paraprake, planifikim, strategji dhe arritje deri te qëllimi ku ka dashur. Që nuk kupton vëllezër besimtar, jeta e jon nuk na është dhënë që me bë çështo kuturi, rafsha ku rafsha veç mos u vrafsha. Mirë po, e kërkon për neve një planifikim dhe me përdorur strategji për me arritë qëllimi që ne po dëshirojmë. Shembullin Abisini. Muhamedi alayhis salam i dërgoi në numër caktuar në Abisini me ik prej dhunës, po edhe me u gjet një lloj strehimi, po edhe me shpërndaj islamin. Sa në Abisini ka miliona musliman. Apo shënë vazhdimisht strategji, apo fshehja në shpellë, apo kjo nuk ndolet asnjëherë, po çdo herë keni më pas shembulltyra e Muhamedit alayhis salam është shembulltyr e plot, është shembull i ynë, e që nëse është shembull i ynë, do të më njeh në ato. E ai e ka organizuar jetën e vet, misionin e tina me planifikim dhe strategji të mirëfillt. Jo qysh me do njëri sot mëngjes e më thon ç'a më bë sot. Ka mja mojt. Jo, mos e besimtar muslimani nuk e ka këtë luks të kohës edhe të çasës që me usill pa plan, pa ide, pa ambicie në jetë. Secili prej neve e kem për borx ndaj vetes tonë, ndaj familjes tonë, ndaj fesë, me organizu jetën me planifikim dhe me strategji të mirëfillt, ato ku i kem qit ambicjet tona ku ne po dëshirojmë. Andaj këtë drejtim për fatkeq. Për fatkeq vllazni po them, jo rrallë herë shohëm njerëz nga ona e njerëzve tonë, për besimtarve, që nuk din çfarë don për jetës. Jo rrallë herë shohëm njerëz që nuk ka as ambicie as të fesë, as të jetës, as të shkollimit, kurrë. Kjo çështja çona sabah edhe dal të pi një kafe me dikën ose të xhej dikën kush më çet një kafe të më pagu një kafe. Vllazën besimtar muslimani është njëri i zgjidhur për Zotit. Allahu kur të ka bë ty musliman, është shaj që të ka dashur, ta ka dhënë gjon më të shtrejt që ekziston në univers, ai është imani. E pejteje pritet me usill me përgjithësi.
jo me usill, sikur se përmendëm rrofsha ku rrofsha, veç mos u vrofsha. Andaj këtë drejtim kushdo që i mungon planifikimin në jetë, ai i tillë ka planifikuar me dështu. Dhe për këtë arsye vëllezër besimtar, secili prej neve do të më reflektu me veten e tina, ku qëndron karshi obligimeve të fesë, karshi obligimeve të familjes, karshi obligimeve të vatonit, karshi obligimeve të profesionit, se secili prej neve do të më posë një profesion, ku qëndron ti, a përditësohesh, a i merr shkatësi të reja që me kon konkurrent treg, apo e kia çosjen lëvit diçka se nuk o gole. Andaj në këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar, strategjia është e kërkuar shumë në jetë. Është një lojë interesant, pak njerëz e luajnë, po shaj sa e strateg. Puna e shohët. E keni po të nderuar vëllezër besimtar, pak njerëz e luajnë shohën, pse? Se do të bëj strategji, do të më lut ka pak kryt. E kështu është jeta. Është një lloj loje që nëse ti nuk angazhohesh dhe nuk e lodh trunin, mos prit me qenë i suksesshëm jetë, mos prit me qenë i suksesshëm në fen tonë. Andaj në këtë drejtim i kemi shembullin e studentave. Ai i cili ka bë plan studimit, ai i cili e ndon kohën e një strategjin, i tillë nuk dështon, ka mundësi më vonu pak, po nuk dështon. Mirë pa ai i cili si ka marrë sebepet, s'ka bë plan mësimit, se ka do kohën, se ka një strategjin që e ka përcaktuar, të tillë dështojnë. Andaj të nderuar vëllezër besimtar, ti që Allah të ka dhënë iman, edhe të ka vendosur në rrugën e shpëtimit, e ti me dështu, kjo është humbje e madhe, është humbje e madhe, ku është strategjia jote që te ke përcaktu, une e kom bën jetë me hyrë në xhennet, edhe e kom plan, mos me mik 5 kohë namaz. Unë jam ai i cili jam interesuar, që në fen time, vazhdimisht më përmesu. Ku qëndron ti në çet pikë? Cilën ligjërat javore te njeh. Unë jam interesuar njëjtë me lexuar një xhoz Kur'an. Ku jemi këtë plan? Jemi ngarkuar, po cila strategjia jote? Cila strategjia jote që ti e njeh për mi arrit qëllimet e tua të jetës, andaj këtë drejtim shehne në dynja, vllazni. Po flasim vetëm në aspektin e dynjas. Bizneset që kanë përgatitur strategji zhvillimore dhe ndjekun çet plan, të tilla janë të suksesshme. Këtë ato që kanë thonë hajt çaçë zoti, nuk janë angazhu, as janë mundu me kohë, vëllezër besimtar dështojnë. Andaj muslimani është ai i cili është koherent, është sikurse puna e ujit, snalet, e keni po, uji vëllezër besimtar shembulli më i mirë që do të më koni musliman. Nuk ka pengesë në ujin. Rrjedh ka dole, nuk bën dome, edhe gjon udhën e vet. Shikoni rrjedha lumejve, ku ka pas rezistencë mas pakti, uji që ne ka kalu. Edhe kështu do të më konë muslimoni. E gjon atë rrugën e vet të artë, me pak rezistencë, mirë po do të me dëpërtu me arrit me ky qëllimet e veta. Andaj, a janë këto fjalë të mia, vëllezër besimtar burojnë nga këshillat e dietarëve, të nxjerra nga hadithit të Muhamedit alayhis salam. Po thot i dërguari jon, i dashuri Allah dhe dashuri Muhamedit alayhis salam, ihris ala ma yanfa'uk. Koncentrohu në atë të bën ty dobi. Dash me qenë suksesshëm, çaja që ty të bën dobi. Çfarë të koncentrohu? Mos u merr me çështje në të cilat as s'un kryen punë, as janë dobishme. Andaj prej islamit të mirë, prapë po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është me braktis ajo çka si ta kanë. Kështu muslimani do të thonë, koncentrohet në atë që ti bën dobi, edhe braktis atë që si interesant, atë që si ta kanë. E çka është muslimani mirë? Respektivisht vëllezër besimtar, kjo po nuk kuptoj ka se na dohet me planifiku, me organizu jetën tonë edhe me ndërtu strategji për me arritë ambicet që ne po dëshirojmë. Andaj, cili është qëllimi i ardhes në jetën tonë? E tham se Allahu na ka kriju për neve me adhuru Allahun, ma të vetën tonë. Ku qëndron ti karshi që ty në obligimeve? Ku qëndron ti në peshorën e shariatit? Ku qëndron ti me namaz? Ku qëndron familja jote, fëmija tu, gruaja jote? Neve o vllazni, shpesh na pyesin thonë gruaja s'falet, nona s'falet, fëmija s'pëmgojnë. Këto janë sfida, mos i merrni që janë veç juve që kanë godit. I kanë godit edhe pejgambert. Edhe kjo është diçka që është pjesë provave të Zotit. Mirë po, ku qëndron ti në strategjinë tonë, që sta familjar tu, me i nxirr në udhën e udhëzimit. Çfarë strategji ke përgatit? Nëse ne tash mas xhallar, jo rroll herë dëgjojmë kësi ankesa, mirë po momentin e parë që nalesh e bisedon me to, e ti çka ke bë për çet punë? Cila është strategjia që ti ke njeh? Fjala e parë është e kom këshillu i kom bërtit. E zakonisht është veç bërtim, veç e the ndryshe. I kom bërtit grus, i kom bërtit
fëmijës edhe s'po dojnë më mengu. E që kjo është mungesë e strategjisë. Daveti vllazni është art, është investim. Wa'mur ahlaka bis-salat wastabir për të Allahun Kur'an. Dhe urdhëro familjen tonë me namaz dhe insista, mos u dorëza. E ç'ky insistimi, çu do të më po, cila strategjia jote? Cila është plani jot? Ku e ke vendos për shembull strategjinë tonë? Me çfarë plani do më arrit? Isha një herë me një takim caktuar edhe bën muhabet me një vëlla musliman e kishte pas gruan jo muslimane. Thash, çysh e ka lënë jetën me to? Tha, hoqë thonë nuk di për feshëm. Tha, s'di për fe, edhe shkon handicap, po tha, Allahu ma ka letësu. E qa ke bote e pyta? Për shkak se daveti është art, do të me morë për ku du kuft, këshillën, çysh ka rritaj. Tha, hoqën s'di për fe, tha, i qesha grus jo muslimone libra fetare. Tha, i lexojke. Fund tha, përfundoj muslimone. Cila strategjia jote? Cila strategjia jote? Ti po ki vështirësi me gruan, po na toni dëgjojmë grotona, ja dim çosën, ose janë kokforta, ose janë me një temperament tjetër, mirë po cila çosja jote, m'ja mor zemrën, m'ja përfitu zemrën, davetin, cila strategjia jote ka shi fëmijë o vëllezër besimtar. Nëse ti dështon me do kohë për fëmijë, dështon me kon shok me fëmijën tënd, dështon e pastaj po pret, rezultat, jo vëllezër besimtar, ktheu në veten e juaj, analizoni rrethonat e juve dhe përgatitni strategji. Po me kusht me u këshillu me njerëz të dijes. Sepse secili prej neve kem nevojë këshillimit. Xhamati me hoxhën, hoxhallat me dietarët me argumentet fetare, edhe ky fije çu ndërtohet. Andaj në këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar, e jonja është që pasi ta përgatisim planin dhe strategjinë me lut Allahun. Kjo është pika e fundit. Bon, ja Rab, unë i kam marrë sebepet e mia. E kam përgatitur planin tim, e kam përgatitur strategjinë. Po nëse ti s'm ndihmon në më dapt, s'u na rri. E këto mos janë shkallëne. Në rrugtimin tuaj për mi arrit ambicet e juaj, pasi që i keni marrë sebepet, planin, strategjinë, lutni Allahun, ja Rab, djali s'po folet. Ja Rab, vajza s'po folet. Ja Rab, gruaja s'u mbulu. Unë temën po bëj. Nashta s'po di mirë. Ankoj Zotit Allah, ankoj Zotit me butësinë e robit i cili është në lazëm për ndihmën e tij. Ja Rab, ndihmëm. Ja Rab, mundësoma të kalej qëtë sfidë. Me lejnë Allah, vëllezër besimtar, keni për të gjetë Allahun, po ndihmëtarët e juve, sikur se për Allahun Kur'an surën Bakara, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. O Muhammed, kur të pyesin robërit e mi për mu, thuaj atyre se unë jam afër. Andaj Allah ka për të na përgjigjë lutjeve tona. Me kaq që bëjmë pjesën e parë të hutbes, do falet Allah, kërkojmë falje sa fazhëm shërues. Alhamdulillah, wahdahu wassalatu wassalam ala man nabiyya ba'da. Të ndërrohet vëllezër besimtar, në këtë rrugtimin tonë, në këtë dunja, padyshim se planifikimi dhe strategjia ka shumë e rëndësishme, mirë po edhe një faktor i shtuhet kësajna. Ai është organizimi i kohës. Organizimi i kohës. Jo çdo ftesë më thon po. Jo çdo ftesë, qoftë për një kafe, një çaj, një naja, rrethonat caktuar me thon po, mësoj me thon jo. Mësoj me ditë fikun e prioriteteve tua. Najet me familje, daljet, umret vëllezër besimtar, me marr gruan me çun umre. Me organizuar një umre me familjen, na xojmë porë për gjithçka vëllazni. Xojmë porë për kerre, për dete. Mirë po, kur jam puna për një situatë të tillë, me investu një mondën e familjes tonë, ne dështojmë. Andaj merrni sebepet duke organizuar kohën në të mirë të familjes tuaj. Andaj po thot Allahu në Kur'an, e keni mësuar të kathur, elhakumut takathur. Ju vëpët Allahu ju kanë shkatru në dënjaja tepër, po merrni shumë me dënjan. Apo shenë vëllezër besimtar, ina aqaq shumë ina zhvendos me dënjan, edhe planifikimet e dënjas që krejt pi harrojmë ato angazhimet e fesë. Çdo sa në kovën e vet, edhe dënjaja ka vend e vet. Mirë po nuk shitet ahireti për dënja. Andaj organizoni kohën, organizoni jetën e juaj për më me arrit që të gjitha. Andaj ky ajet po na tregon se ne për arsye pse po dështojmë karshi obligimet tona ndaj Allahut është dënjaja tepër. Tu morë me shumë mesele njëjtën kohë. Andaj organizoni kohën, organizoni jetën, bëni strategji, për qëllimet dhe ambicet e juaj me lejen e Allahut, nuk keni për të dështuar. E kem përmend sa herë vllazni. Edhe kem me përmend, shembull konkret, Mitrovic
ka shumë dersa, nëse s'ka bëj 16 dersa në përgjamia, po 2 janë kryesore, të mërkurë të hoxha krem edhe të shtunën të hoxha nes. Ku qëndron në vllazën besimtar ti në mësimin e fesë tonë? A në futboll ty do të më të nal për një mësim të caktuar, a në futboll do të më të nal ty për një ambicie që të çon xhenet vllazën besimtar. Shkon në mëson një ibadet, i cilën ditën e gjykimit ku me çudit çfarë problemi ke mrri, gjithashtu ti çfarë e ke lënë për një futboll të caktuar. Andaj një musliman që ja din vlerën dinit, nuk i lën ato çështje të rëndësishme fetare me shku shumë lehtë. Pse po përmendim strategjinë? Të ndërua vllazën besimtar, pjuftoj si ftesë, jo si ankesë. Nëse është bën në qytet një aksion i caktuar fetar, funditës, ando dikush për ju me shku me vit hoxhën, hoxhë bërë bëndën porët për qatë projektin tënë, që në kom hala, më i me thonë hala. Ose, ti ka të vjesh në xhami, nuk ki nevoj me thonë hoxhës, valoj bërlëk shumë para xhamisesh. Pse se hekov noti? Qa të pengon ty me hek ato? Apo, rrethonat të tjera të caktuar, kur për shembull, vjen thot dikush hoxhë, valla dole që kjo pa 5.000 euro. Ka edhe, zakonisht ndodh, mos me thonë shumicën, po në gjysmë në rastet, i kanon të njerëz e gabum. Se njeh rrethonat, si njeh në vërtar. E pse ty nuk bjen mend, pse nuk e ke në vetëdijen tonë atë mendurit strategjik. O hoxh, mufti, cilat janë interesat e fesë në qytetin tonë? Çfarë mundu me bëu? Unë i kam 5.000 euro sadaka, i kam 5.000 euro zeqat. Unë se di ku është prioriteti i fesë, a munda me ndihmu diçka? E të këtë muslimoni këtë qasje, pse? Se do të me punu me strategji. E kështu pejgamberi son më mësoi sahabët e tij dhe për këtë arsye Islami lëvizoi përderisa nuk kthehem këto parime vllazën besimtar. Ato rezultatet e dëshiruara që po kemi çfarë pas nuk kanë me kon çashtë. Po kemi pas rezultate, kemi pas të arritura, po ju ç'po kemi çaf. Pse? Po mungon fiku i prioriteteve. Elusim Allahun që Allah ta mundsoj që me të vërtet të kemi sukses në fenë tonë, në dynjan tonë, familjen tonë. Elusim Allahun që na falë mëkatet tona, gabimet tona, të shërit të smuarit tonë, dhe lusim Allahun që Allah të harroj vendin tonë vllazën besimtar, sa është shumë e rëndësishme për mirësinë e të gjithë neve.